shkulla gosht të mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululani. A do qumë shtapovalë, Komarica vjen vërdalë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululani. Përshëndetje miq. Mi mbrëma të gjithëve ju urojmë një javë të mbar të re sa më të bukur. Sot në këtë mbrëmje të hënës së para e kësaj jave, në ditët e fundit të dhjetorit dhe të vitit 2025, pra në një farë mënyre në ato atmosferën festive që kemi thënë siç na ka rrëmbyer një lajm i bukur nga Kosova. Urime për zgjedhjet parlamentare për qytetarinë, për të treguar fistikërinë që u karakterizon. Bravo, bravo Kosova, ai që ishte më i miri fitoi, të tjerët pranuar rezultatin dhe kjo ndodh vetëm në Shtetet jo të Bashkuara të Amerikës. Po. Jepe çiko mondi, jepe ta shijojmë. Lëvizja vetëvendosja Albin Kurtit fitoi bindshëm zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit me rreth 50% të votave. Menjëherë pas shpalljes së rezultatit paraprak nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në selinë e vetëvendosjes në Prishtinë shpërtheu festa. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Wow. Tash na presin shumë punë përpara. Rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pavonisë. O shoku zoti Albin. Ne nuk njihemi fare bashkë. Me këtë ato unë të njofë si kryeministrin e Republikës Kosovës, gjysma jon, tani të lutem, po të lutem shumë dhe shumë miqësisht. Lëri këto pordhëllëqet si këta politikanë tanë. Kjo është fitoria më e madhe në historinë e Kosovës. Qa budalliqe? Është një fitore, bravo qoftë ty, mbështetësve tu, bravo gjithë qytetarëve tanë vëllezërit shqiptar të Kosovës dhe kaq. Jo, po por dhe madhe gris brek të veta, shoku Albin. Fitoria më e madhe në historisë e njerëzimit që kjo që bëri Albin. Të buallëqe. Se po që për të mburur më Albin, ne kemi lënë mbrapa Danimarkën dhe Singaporin, edhe nuk mburem. Edhe nuk hapemi kështu siç bën ti. Nuk hapemi byll. Fitore historike që kemi bërë në Albin, ti si shkon në ëndra, o Albin. Një minutë, Albano, se do të surprizoj dhe ty. Urdhëro. Shumë do të surprizosh mos se di unë ç'kemi bërë. Vetëm vijojmë të renditemi në grupin A, i quajtur grupi me maturitet të lartë, ku kemi plot 0.939 nga 1, që është maksimumi, por fal një rritje të ndjeshme krahasuar me raportin pararës ku ishim vetëm 0.752, këtë vit kemi kaluar nga vendi i 68 në vendin e 14, mes gjithë atyre vendeve, duke lënë pas pikërisht falpunës dhe vullnetit për ta vënë teknologjinë e re në shërbim të publikut dhe të zhvillimit të Shqipërisë, vende me emër të madh si Danimarka, Singapori, apo Mbretëria Bashkuar, Emiratët. Edhe Anglinë kemi lënë. Po. O, Alinita, kush kanë? Kjo është opozitës që nuk duron do të po fol mirë. Shke moj di. Po mbrapa kemi lënë Danimarkën, pse do jeni natë? Prit mos e ke Danimarkën cop, që kemi lënë mbrapa. Shko çandot. Shko çandot në Danimarkë, shikoj. Ç'a bën? Ulu, ç'a ka Danimarka? Shko Danimarka. Ska ujë. Prej 3 ditësh banorët e Vlorës vojnë mungesën e ujit të pishëm. Çfarë? Ku janë në teatrin e Petromarko? Jo. Për shkak të protestës, mbrëmja gala e programuar si shfaqje në teatr u anulua. Ju gala në pala. Mondi stop. Nuk lejoj, më falë Albano, nuk lejoj që në programin tim të futen materiale të cilat nuk marrin miratimin tim. Dhe unë këto nuk e quaj thjesht diversion, se gja janë diversantët të në vizion, po unë këto e quaj e qëlluar prap shpine. Sabotim, digjo mo. Po të kotë më zditesh. Pse? Ajo nuk është në Vlorë.
ka thënë gazetari gabim. Është një qytet e vogël në Danimark, që quhet Vlorenmark. Vlorenmark, Vlorenmark, kam qenë 2-3 herë, po vajt me bashkë. Nuk është Vlorenburg. Vlorenmark. Gjermani. Vlorenmark. Vlorenburg, Gjermani. Vlorenmark, se a kemi lënë mbrapa Danimarkën, shisha bet Danimark. Është e vërtetë, s'ka ujë në Vlorë. Në Vlorenmark. Ore, një minut. Po mirë morë të dashur qytetar. Gjithë këtë thatësirë. S'keni faju jo. Ç'kem? S'kan fajat. Po s'kan. Thatësirë e madhe. Thatësirë, s'ka ujë tash. Dëgjoj, se është behar, se po të që dimër që ka shira, që ka borë, që gjëra, kështu që shkrin llogaraja, hajde demo. Por tani në behar çfarë do bëj dhe shteti atë behar? Jo behar, në dimër s'kemi neve. Se dimër është tash. Se në ngush na bie borë dhe në çfarë fleto janë o çuna, ju vlonjatët. Pas bën njeriu tani për 2 pika ujë. Çfarë do të thënë? Se un kam se di fare ai, pa ta dinte Edi. E di ti po çua Vlora, e di. Se ne përfitim mirë qenë. Jo, sho, Albano, se pa doshur, po të kuptoj që ndoshta mund të kesh në një gish në këtë rrogos. Jo, Albano nuk të lejoj dhe nuk toleroj, sepse duhet të kuptosh edhe ti, asgjë nuk e mund do të Shqipërinë. Molinita, këtë moj ti këtu të gjoj dhe këtë. Ti po kjo çka ka gjetur të rëbim? Nga gjobat e portalegjimve, tek likësit e poteregjimve, dhe palavragjimve, nuk e mund dhe nuk e zbraps do të kurse si Shqipërinë e gjithë kapitëve të hapur të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipërinë turistike me aeroportin kryesor të rajonit që për të disatin vit dhe këtë vit ka lënë mbrapa aeroportin historikisht kryesor në Ballkan, atë të Beogradit. Shqipërinë e transformimit epokal të infrastrukturës, ku kantiere të reja hapen çdo vit. Shqipërinë e sovranitetit energjetik, e cila brenda këtij mandatit 4 do të jetë eksportuese neto energjisë. Shqipërinë e rilindjes industrisë ushtarake, e cila do të mikpres samitin e NATO-s në 2027 dhe do ta mbrojë ditë qiellin me dronet e prodhuar këtu në vendin tonë. Domethënë me shqiponjat, do prodhojmë shqiponja ne. Jo, më pyet pastaj po, mos ma hiq entuziazmin të lutem se tani jam në momentin që ishte diçka gjeografike nga shqiponjat. Nga dronët. Do kemi dronët tanë? Po do kemi një dronë, do ta prekim me dronin? Ç'po ta prekesh me dorë? Po me çfarë? Mos do droni shikohet me sy. Me sy. Preket me dorë. Po një dronë për Memalia? Një. Jo, për Memalia nuk do të çojnë dronë, kemi përgatitur një kështu Little Boy, quhet? Ç'a quhet? Little Boy. Little Boy, djali vogël. Po, e kanë përdorur edhe një herë në Hiroshima. Është e mirë. E mirë, shumë e mirë. Po mirë, aman, osa. Bën kështu, bëhet një kërpullë e madhe në qiell, buf. Fishek zjarr. Për vitimin e ri. Po, kaq mirë jeni. Kaq mirë. Vetëm një korrigjim të vogël për kryeministin, se unë e dua fort, po e di ti goni ku fillon Ballkani dhe ku mbaron, e di? Po. Ma thuaj pak. Në Ballkan. Domethënë Greqia është pjesë e Ballkanit. Për mua? Jo, në normalitet. Se Ballkani është ndar, është Ballkani perëndimor, quhemi ne. Po ky tha në Ballkanin perëndimor. Aeroporti më i madh ka qenë Beogradi, tani është i Tiranës. E hoqën këtë Atinës. Quhet, Venizelos është shumë i vogël para. Kam shumë fluturime Tiranës e Venizelos. Të betoj. Kokën e babis të gje. Pra shikon dhe avion të vegjilo. Ata e zoq. A, budava, qaj e ti. Ti shkon turistë këtu, 10 milion, në Greqi 5 milion. Greqi, në ditë. Urdhro? 5 milion në ditë. Në ditë? Në ditë. Po, këtu në vit. E ku të dalësh me këtë ti? Askund. Shiko qa ndodhë në Greqi, more. Shiko në Greqi, more. Jepe, mo, jepe. Shko në Greqi. Në Vlorë qytetar të shumë të mblodhën në protest para bashkisë pasi prej 4 ditësh kanë mungesë të furnizimit me ujë. Me bidona në duar ata kanë kërkuar zgjidhje të problemit të ujit të pishëm. Këto shishtet plastike janë helmuse, për shkak se protestuesit kërkuan të futeshin në brendësi të bashkisë, ndërkohë që qelluan edhe me vezë në drejtim të godinës. Po mirë, me vezë është mirë Vlora, ha? Që qëlloj me vezë. Këto unë e kuptoj pse i fut mondi. I fut për të treguar që Shqipëria s'po ecën mirë dhe çdo gjë që thotë kryeministri është e pavërtetë. Po jo vetëm kaq. Jo, vizekon. Po pse më të shan
Pyth Vlora për ujë, se s'ka ujë. I që fare. Vlora ka verë, ka raki. Ka dëti në tije të mira. Po jo më është lumi Vlorës se... është lumi, është deti. Ka ujë plot sa... Ka bie shimë në pilë nga qielli. Pastaj dronat i thot Rama, o Mondi, dronat s'punen me ujë të keqen vaj. Punen me naftë kemi sa të duash. Se blejmë nga Serbia. Kjo që ndodhi në Vlorë quhet fatkeqësi natyrore. Unë s'jam shumë dakord. Pse kush e ka quajtur? Kush e ka quajtur? E ka thënë kjo kryetare e bashkisë. Ja ta bëj shpjegimin. Protesta organizohet nga opozita edhe nga antarët e Këshillit Bashkiak të opozitës që janë shumë të qartë që bashkia nuk ka bashkësi ushtrirës nga bashkia e Lordë, ata janë shumë të qartë nga ana administrative dhe ligjërisht dhe nuk është momenti të bëjnë opozitë me një fatkeqësi natyrore. Është fatkeqësi natyrore. Me fatkeqësi natyrore. Po. Me fatkeqësi natyrore. Lindita, po nuk Goni, dëgjova. Pritoj një sekond. Nuk është fatkeqësi. Lindita, të lutem. Me fakte. Lindita ka sjellë një dokument të rëndësishëm që shkaku dhe arsyeja pse na tregon çik Lindita të arsyen si është e vërteta, është vërtet fatkeqësi natyrore dashur miq. Dhe pikërisht gazetari ajo ne ka sjellë të freskët. Thot kështu. Të gjitha këto janë organizuar nga Salibeu, kanë qartë tubin kryesor për të bërë rëmuj. Qarja e tubit, është fatkeqësi natyrore apo çfarë? Fajin e ka Saliu. Fajin e ka Saliu. E thotë Lindita që është me PD-n. Lindita është me Saliun e pra fajin e ka Saliu, ë? Kjo është kryetaria e 9 seksionit, ku është brenda Saliu, Maltezi, ajo tjetra vajza çaj ka. Unë nuk ka sillin dot. Ta sillin. Shikon që e kupton apo jo? Ja. Bën propagandë politikë këtu, po unë e di pse nga që është fund viti, le ta thotë Thuaj mesazhin që për demokratët. Gëzuar. Do keni ujë se s'bën. Bravo. Mondi, shnoj deklaratën e Linditës. Faleminderit Lindita. Shumë e bukur ishte. Fatkeqësi natyrore. Çfarë tubi? Ka çfarë Saliu tubin? Po në mos Saliu ata të Saliu të burdet. Tubin Lore ka çfarë Saliu. Është lidhur me këtë çështje. Çështje teatër në diskutim. Ore, po tani çfarë do të thonë kam çfarë tubin? Si çfarë tubi? Amo, çfarë tubi? Po se kuptojmë, në çave tubin ne përdorim ndryshe ande nga na janë. Jo, po është këtu është tekstualisht, është tubi ujit. E ka çfarë Saliu? Me fiçka. Me thik. Me anxhar. Jo. Me sjepa. Po pse me atë lloj tubi furnizohet Vlora? Po pse me çfarë furnizohet? Vazhdi, do të jetë tubi i madh, çfarë bën? Jo, ka tubi Vlora pavarësisht depo e madhe në Kanin, o Albana. Po mirë, me dëgjoni mjeshtrin e tubave. Djalin e një pompisti që ka punuar 35 vjet në ujësjellës. Dëgjoni specialistin e tubave. Është depo vendoset lartë dhe tubat që përcjellin ujin janë të gjerë që të vënë shpërndajnë me presion në për Ka qenë i ke para ato tubat që ka lavatriçja kur e blen te ozoni. Atë do atje. Apo si ke pa. Minut. Sot në mbrëmje të dashur miq, Flonjat, mos u dorëzoni, është e vërtet, po sot në brenda orës 24 do të vi uji në për Çezma. Është një protestë për te çdo gjëje, nuk ka rëndësi se kush janë iniciatorët e protestës, ndash të PD-s apo kush do tjetër, uji është jetik. Ajri, uji, dielli. Dhe uji nuk është politik. Uji nuk ka kahje politike. Uji është uji. La, shplan, gatuan, merë frym bashkë me ujin. Kështu që një protestë të cilën ne e përshëndesim dhe bravo i qoftë. Dhe televizin nga vendi. Kështu i duhet pastaj, veç kësaj, kur t'i keni këto gjitha, me vrap të Ozon Electronics. Po pa ardhur uji kota të shkoni. Kur të vi uji shkoni me lavatriçe të mira, soba të mira, frigorifera të mirë, çdo lloj parisje elektroshtëpiake me 30% ulje vetëm nga Ozon Electronics për vit të ri, ndërsa po përdorët kodin Alban me 60% ulje tjetër, po përdorin kod agron. 5 miliardë 357 orë, japin lek kesh mbrapsht që besoni vëlla. Nxitonin te Mikalim në zonën astir. Te xhamlliku te metresejat e tregu elektrik ose në çështën për tonin zënjar, shuani www.ozoni.pikal dhe brenda 24 orëve ju vjen porosier në shtëpi. Ozon Electronics jetoni më mirë duke thënë përqindjen e agronit. Duke kërcyer, po duke përdorur me agronit, ashtu sikur se jeton ti. Dgjoj se nuk jetë ku vat disu që plas tavolinë. Isha agron në qoftë se le më të jetë të rëndësishme. Gjithë fundjavën kaluan Shëba. Ula me Trumpin, me J.D. Vancein,
Në Ronald Reaganin me gjitha, qoni, tash e këta ishim të kurizorës, kam atë lungën e diti. Bëm mua bet, më thanë mua, Albano, qatë do të bëjmë për Shqipërinë? I thash, si më poshtë, ja kam qërë materialet mundi nga një. I thash, Shqipëria, i thash, o do bëhet, o s'do bëhet. Të vazhdoj unë tani? Vazhdoj. Vazhdo ti. Republika Popullore Socialiste Shqipërisë. Me një ushtri vitale, që ka në armë 800.000 forcat armatosura, dhe në gatishmëri shkon deri në 1 milion e gjysëm. Të përgatitur, vigjilentë, e mbërthejnë dhe zbërthejnë pushkën për 3 minuta, ushtria unë e fortë dhe Shqipëria si një betoni që likë të buzë Adriatikut ka mundësi të sulmuet në di rrugë. Në rrugën e parë këtë e në shkupi në Vardarje, o thjejnë kokën në Tetovë, sepse bitë dhe bijat shqiptare në Maqedoni Veriut të bëjnë një për mos të lënë në Bashkimin Sovjetik të vitë në Agodasë. Kurse në Adriatik, flote 6, 7, 8, 9 amerikane do vinë të në Agodasën, po e nxjerr lafin, të në ruajnë trapin. Se vitin tjatër... Do t'i paralemërojmë, mos se provomi se do t'ju këthejmë në kërë. Në qoftë të se, ata në vënë neve në grikë të pushkësë, unë themë se do t'i vëmë në grikë të topit. Do t'i këthejmë në kërma. Ti ishtë shokur me gjallë kështë bërë mutë Amerikan. Qa do Amerika me Shqipërinë? O, lele, më një najme, o, Trumpi, do më falë që o, Trump, me kënë nga troni? E di se është Zelenski? Dëgjo, bajta unë i thash mblidja një qike, se nuk ja them bët vetë, i thash mblidja një vetë, i thash se më vjen turk ja them vetë, se e kam si këtë timi njësoj, edhe ashu. Tha ky Iliri, Bulla. Po unë me ti ja the. I katë vërteta, unë ja thash. Ti ja dërgove, gjithë, po ti pëse smitua mua? Valën e dytë të sankcioneve, edhe pralemron non gratat politik dhe ata për veprimtari kriminale. Është serioze gjë, sepse paralemron për herë të parë dhe biznesmen të cilët kanë figurën e middlemanit, pra të ndërmjetësit. Është serioze sepse flet për një roadmap me cilin... Roadmap, do të thënë për një hartë, të cilën në bashkëpunim me SPAK-un do bëjnë ngrirjen e aseteve dhe arrestimet e niveleve më të larta, edhe pastrimin e tregut, krijimin e kushteve për një kompetencë të hapur deri në zgjedhjet e 2027. Qa të bëjë tani kjo? Do shtojnë non grata ato? Po pra, do shtojnë non gratat. A do më thënë non grata do thotë që s'kan gra? Do të dhe ashë. Non grata që s'kan gra. Jo, non grata do më thënë nuk e mirë pritur Amerikë. E më rëpash, unë e thash më zërë, non grata. Jo. Non grata. Jo, po no granata. Në të një s'ke gjoks. Jo, no granata. Po qike? No grata. Ore për ta kuptuar. Edhe do shtepem... Dëgjo më, përveç tyre, do hetoj dhe aksh, edhe shumë. Qa është aksh? Ha, që thash? Ashk. Ashk. Ka aksh. Aksh. Ashk, ka aksh, apo? Si ka këta që... Këta që ishë shtetë bërë nga shtetit. Edhe këto. Po... Cilët janë sektorët tot që do të kontrollohen në këto 90 ditë? 90 ditë? Për të verifikuar paratë grithë, nuk të asens paratë e zezë. Teknologjia dhe infrastruktura digitale, fokus të kontraktorët e aksit dhe korupcioni i nivelit të shërbime digitale. 2. Real estate dhe ndërtimet. Imobiliare. Po, imobiliaret. Në mënyrë të veçantë, projektet e zhvillime në Tiranë dhe në Bregdet. Dhe 6, pika ku ne kemi pas suksesin më të madh, tek turizmi strategjik. Do ndaloj qifqin e Gjirokastres kimo? Jo, ma shpun ka me qifqina jenë. Po ta, mo, turizmi, mo. Po turizmi e ka për... Po ne në dak Gjirokastres, mo, kemi dhe muziki, mo. Po jemi qëtua, mo, ne marsha dha, sit në bith, mos marqi, mo, këtë vit ka i një lek i madhë, shëtë më dojisë bilesë, me ndonet që vitin tjatërë, Gjirokastrit të zbresin poshtë të fusha aviacionit në Qadra dhe lartë orin turistët. O, Ilir, po nga i di këto gjitha këtë... Po të thashe me mua në avion me lexoj mua tabletin kur bëja mua bet me Trumpin. Ne i dham Sazanin, qa do tani? Po prandaj që këtë ekskluzivitet vetëm Sazani do prishi këto tjerat. Vajza jote ka bler 3 libra për Shqipërinë. Jo mua. Më rëndësishmja që më tha, se këtë s'do të më lexonte ky se pa tabletin kështu i tash Ilir, fund me kokë tash, më zgjat kokë. Ti Ilirit. Këti. Se ishim në avion kur po ktheheshim, më lexoj ultimatumin.
Që i thashun atyre të thoshin ata Për 90 vetë. ditë. Për 90 ditë, në qoftë se nuk bëjnë dhe gjitha këto, Shqipërinë do e marrë lumi dhe do e mbysi muti. Po se ky kështën që nëse nuk ka reflektim për... Pa, Mondi, qa është ky ultimatumi? Nëse në këto 90 ditë nuk ka reflektim politik edhe institucional fort në raport me gjithë të problematikë që është krijuar 2 muajt e fundit, po edhe më përpara, tu do shkojmë tek ajo e treta, do më të kumëron Mjalti dhe Ylli me të jashqitja. Do na mbuloj ajo do. Jashqitja nuk është mutja. Po, janë të dyja. Dhe i hollë dhe i trashit, gjithë. Dhe i njësit e dyshi. Pse është ajo e fuqis, muaj Mjalti, 2 gisht Mjalt, pastaj... Pastaj, 20... Edhe do na mbuloj ajo në ujrat e zeza. Po. Jashqitja. Po si do na mbuloj? Po gjetën rastin, mbamën tubin që kishte çfarë Saliu? Atje s'kalon vetëm ujë i pishëm. Kalon dhe ujë i papishëm. A e di këtë. Dalin ato dhe çojnë edhe nivelin. Si ai ushtari që do të thoshte rroft mbreti, po që mbushur goja me kështu ashtu do bëj. Me ujë të bardhë. Me ujë të pabardhë. Pabardhë. Çfarë Mondi? Gjaketat 8000 euro gjaketat. Duroni deri në mars tot Mondi. Pse çfarë janë? Do të thotë çudi, po se di që është çmendur dhe Mondi. Se çmendë Mondi. Dgjoj Mondi. Është fiksuar. E di çfarë bëri Goni, sapo i mori vesh to lajmet. Dërgoj Sonin. Po unë ja dërgova i tash që se u friksuam ta mua marr nxirr Sonin ta se jam. Pse di ka dërgoj Sonin. Shikoj Mondi. Shtëpia e bardhë plas bombën për Shqipërinë. Sanksione, non grata, veting financiar, domethënë si thot populli ynë. Erdhi dita e Qamerit. Apo shtylle ka Amerika me neve, shpunga. Për 90 ditë i mbarojnë të tërë këta, se përpara amerikanëve këta janë të vegjël, përpara Amerikës. Përpara këtyre të kanë vallëzuar me ne dhe me këta tjerë. Uroj që të bëjnë diçka, uroj që ata që do vinë pas këtyre të jenë të mos jenë si këta. Faleminderit. Ka që kohë me saksionet dhe shpije bardhë, do na bëjë Amerika, do na çojnë parajs, do na... Po, çfarë bën Amerika? Vetë po bëjmë gjëna? Bëjmë shumë pak? Po bëjmë, po esim pare atë. Kemi nevojë për një dorë të hekur. Shiko si jemi ja lule, jemi ja çarka. Shiko si sheshi këtu. Po lule ka gjitha ne? Me gomzhin, me makina gjithë, nuk kanë ndot ne me bicikleta. Po kanë gjithë janë. Parejo tani. Si e komentoni? Mi se dira ta se dimre. Ta e gjithë për në ngradë. Po e bëri dhe gjë mirë. Do e kanë dorë dhe e rregullojnë. Po, Amerika ka rregulluar botën. Mos të rregulloj Shqipërinë. Po e pati përsipër me e bë, është gjë shumë e mirë. Pastaj e bë se bë, nuk e dinë. Po se pati përsipër për ta bërë. Dush. Ata që janë marrë me gjëra të këqija. Si e komentoni? Apo ç'lidhje kanë amerikanët me ne? Çfarë bën amerikanët me ne shohim? Ne jemi për qef. Po shiko po na lidhe kaq të lirë. Ora ne jemi në qefin tonë valla. Nuk ka më mirë. Po tash 2 ditë para vitit të ri qefi. Po qefi, jo, dhe pas vitit të ri. Ne kemi gzyt. Dgjoj. Në Amerikanë mos u kruani, se po të kasë jashtë edukate. Po. Timi atë që është. Lejtë që kemi ne, që së shqiptar, është izraelit, se unë e njërë që kare ma kurindim, mara pa forës dhe i thërisim, ka vetopin o palë. Po kjo fshesa 90 ditore e amerikanëve këtu, për 9 grada dhe veting financiar, si u duket? Çdo gjë që bën Amerika është mirë. Në një kanë vështrim, mund të qush kiamet, i themi ne, ose qiamet. Okej. Por gjithsesi ajo, nëse vërtet vjen realisht me qëllimin e mirë, nuk është kiamet. Nuk është kiamet. Ja pra, thashim se s'është kiamet. Po i dobishëm. Unë kam iden edhe mbështetëm ka ajo thënia që një shoqëri e ndërtojnë idealistët, e mbajnë intelektualët dhe e shkatrojnë politikanët. Qa ishte ky si Albert Kamnia, ore? Dhe përse dhe shkatrojnë politikanët. Por do të kuptoni dashur miq, nëse në shoqërinë tonë do ta quajmë stres politikën, janë njerëzit më të nëpërkëmbur, njerëzit më të sharë, më të mallkuar, është turp dhe ata e madhe që të diskutohet në këtë frym. Pas një publiciteti shkurtër do të tregoj se çfarë bëhet me politikanët tanë. Se çfarë fatkeqësisht u bën mbi hall. Çfarë hallesh? Po këtë turp do ta flasim sot, këtu për herë të parë ekskluzive në Fejkop se mos të nxehem. Publicitet po se nxehet deri, publicitet. Të dashur miq, natyrshëm çdo kush ikën me logjikën që të gjithë jemi të barabartë përballë ligjit. Çfarëdo që të jetë, kushdo që të jetë, përjashto ata që janë kriminal,
për mendimin tim, të cilët vrasin me qëllim, nuk kam asnjë lloj mëshire, për të tjerët në mënyrën e vet ndjej atë gjynaflikun, por secili lan borxhet e veta. Sa bukur e tha një djalë atje, tha, ai ka lar borxhet e tij dhe unë kam borxhet e mia. Në këtë rast çdo kush që shkon para drejtësisë, dhe është qoftë para burgim apo në burgim, lan borxhet e veta. Por trajtimi duhet të jetë njerëzor. Kjo që ka ndodhur me kryetarin e Bashkisë Tiranës në detyrë, Erion Velia, për mua është skandaloze. Skandaloze. Imagjino të ishe o Albano. Dhe vje fshau Zhvicin. Të ishe ti o Albano. Isha unë. U vëzja vetën. Lexoj lajmin një, lexoj lajmin. Bi lajmin në shumit, o gon isha aty. Erion Velia vizit mjekësore anale në pranit të polisit. Avokati i popullit Ju shkelët të drejtë. Gjoma, se unë isha atje bajta bashkë, se më tha Endri, do vishtë në një moshë qika, Shabani. Do më të qash kjo analiza anale? I bëri një kolonoskopi. Nga ju të futin kamerën, që kërën kështu. Që futet nga poshtë, kam bërë dhe unë atë. E bërti? Të të bëj një pyetje? Po. Sa veta ishin e thonë? Anestezisti dhe doktori që bënde me kompjuter. Kishe gjithë 6 polica nga mbrapa? Jo, që kishin policat me bythën time? Shpun kishin me këtë këtia? Po është tup, more, po qatë të thënë, more, tup i madhë. Një burë shko të bëj gjilpërën edhe është turp. Më falje, ke para të? Jo. Një burë, me që the vetë, një burë, një cëk e bënd të tullet dhe i thotë duhem dilja shteko ka dhe. O qapok o mullaqe, ha. Në mullaqe. Po në mullaqe, e qa pastaj, e ta bën infermierja. Nuk s'kam pranë. Jo, po i thotë, dilja ashtë lutem që shumë betë. Kush janë aty, rotull. Ja, o mundi, në dekos. Shtriu. Më falni, ha? Më vjen keq, po duhet të dilni pak jashtë. Kush të dal jashtë? Unë? E po e kam plakën e vëndëlik, moj. Më vjen turp. Ua, pas ke turp, ti turp madhi, pasi. E po duhet të dalësh, mama. Kështu i ka ndodhur, turpur faktikisht. I thamë dhe në atyre, mo do të shumë apëtë të dilni tash policave? Nuk dalin, në këto rast e presim. Unë nga që dëgjova këtë, pse është vend i ligë? Po ka ngjitur më Dajko. Po pse mo që ja këtë duan njerëzit. Mondi thot të lutem sot se kam ngelur i haraksur, i habitur. I haraksur, i pataksur më i haraksur. Haraksur more, haraksi. Në rregull. Vendi i ligë. Ne i themi vendi i ligë dhe për para dhe për mbrapa, ka ngelur kështu vendi i ligë. Po për të qenë mbrapa është vendi mirë, nuk është vendi i ligë. Se mos në burg. Po t'ishte vendi i keq, o mondi nuk kryer shoqat, o mondi. Qa doni më të themi dashur njerëz? Letëri me lajmin e bukur se Kosova në dha një leksion se si ben zgjedhjet dhe si pranohet. Por i kosisht Vlora sot me ujë. Po s'është me ujë Vlora, nesër s'ka fejkof, jemi në Vlorë. Edhe ne bashkë. Vlora, po s'erdhi ujë e dini vetë ju. Vlora, bjeri më të lumë në dora. Albano pa që një javë të bukur, mos harrojmë. Jemi në ditët e fundit të dhjetorit. Ditët e fundit, mbarojmë më iko dhe kaq ishte më, kaq. Entuziazëm, gëzim, besim, dashuri. Ju puthim fort. Natë e mirë dhe ju duam shumë se jeni dreqër. E dini dhe vetë që jemi dreqër dhe prapë bashkoni si dreqër.